بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد me emrin e Allahut atë falenderojmë vetëm për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu t'i lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu e udhëzon nuk ka kush të devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush të udhëzojë atë as kush tjetër përveç tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit vetëm pa ortak. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij e mbi çdo besimtar që i qëndron besnik rrugës tij deri në ditën e fundit. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, futet në kapitullin e haudit të profetit alayhi salatu wassalam dhe thot: "Wal haudu alladhi akramahu Allahu ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqq." Dhe haudi i cili Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nderuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thon për t'i shuar etjen umetit ti, domethënë për t'i dhënë për të pirë umetit ti sallallahu alaihi wasallam, është hak. Të kjo fjalë haudi i profetit alaihi salatu wassalam, ose të komplet fjalë autorit, kemi disa çështje. Çështja e parë që vjen është çfarë është haudi, çfarë do të thotë kjo fjalë haud. Haud, sipas gjuhës së arabëve, është vendi në të cilin mblidhet uji. Pra vendi ku mblidhet uji, në gjuhën arabe kjo konsiderohet haud, kjo quhet haud. Ndërsa në terminologjinë sheriatike, pra në temat ku studiohen çështjet e besimit, ose më saktë çështjet e ahiretit, botës tjetër, haudi është ky vend i madh në cilin mblidhet uji, në cilin Allahu subhanahu wa taala ka për ta vendosur në tokën e tokës së Kiametit, dhe do të shkojnë në të umeti profetit alayhi salatu wassalam dhe do të pinë ujë prej tij e do të largohet, pra do të përjashtohen prej këtij nderimi ato të cilët do të përjashtohen, të cilët do t'i përmendim inshallah më mbrapa. Vjen një çështje që thot haudi a është para apo pas siratit. Allahu e di më së miri, mirë po shumica, dhe kjo duket që të jetë më e përafërta me të vërtetën, që haudi është para siratit. Haudi i profetit alayhi salatu wassalam është para siratit dhe çështja nuk është e prerë. Nuk ka diçka të prerë, mirë po duke qenë se shumica e dietarëve janë të mendimit që haudi është para siratit dhe Allahu e di më së miri. Çështja e dytë, ata të cilët do të shkojnë në haudin e profetit alayhi salatu wassalam janë umeti i tij. Ato janë të cilët do të shkojnë në të dhe të kanë për të pirë prej tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, siç përmendet në dy sahihet, në dy librat e saktë të hadithit, "Teridu alayhi ummeti yawm al-qiyamah", pra do të arrijë në të umeti im, pra në haudin e profetit, ditën e Kiametit. Dhe të parët të cilët do të shkojnë, që do të arrijnë në haudin e profetit alayhi salatu wassalam, janë fukarejnë të muhaxhirëve. Fukarejnë të muhaxhirëve. Sikur se tregon, më thon, suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam për këtë fakt, në hadithe që ka përcjell Tirmidhiu, Ibn Majah dhe të tjerë. Meselja e tretë ose çështja e tretë që trajtohet apo që del në fjalën e autorit është se haudi nuk ka ardhur në Kur'an me një argument të qartë. Haudi i profetit alayhi salatu wassalam nuk është përmend në Kur'an. Dhe kjo është diçka që rrallë ndodh, domethënë, sidomos kur bëhet fjalë për diçka që në sunet njihet, domethënë, dhe është përmend shumë. Kjo nuk është përmend në Kur'an. Domethënë, sidoqoftë,
hadithet e profetit alayhi salatu wassalam tregojnë shumë, më thonë, për haudin. Ka prej dietarëve që kanë thënë se haudi është përmend, pra po themi në mënyrë të cilën e përmban ajeti inna a'tainaka al-kauthar. Pse? Duke thënë, domethënë që edhe haudi është prej Kautherit, duke qenë se haudi është prej Kautherit, atëherë kjo është argument, pra e ka përmend, është në mënyrë tërthorazi që është përmend pra me ajet në Kur'an. Sidoqoftë, sikur se tham, hadithet e profetit alayhi salatu wassalam janë të shumta, të cilat pohojnë haudin dhe pohojnë, domethënë, cilësitë e tij dhe pohojnë ndikimin që ka pirja e tij e kështu me radhë. Çështja e katërt që duhet ta besojmë është se haudi i profetit alayhi salatu wassalam është i krijuar në këtë moment, do të thonë, dhe ekziston. Në këtë moment, do të thonë, është ekzistent. Sikur se ka ardhur në hadith nga Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: inni fartun lakum wa inni shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila haud al-an. Thot, un jam ai që do t'ju paraprit, dhe un do të dëshmoj për ju, dhe un thot vallahi jam duke e par haudin tim në këtë moment. Pra ja kishte hap Allahu subhanahu wa taala që të shikonte haudin e tij alayhi salatu wassalam. Çështja e pestë, ka njerëz që kanë ngatruar edhe kanë haudin dhe Kautherin e bën një gjë. Pra, edhe haudi dhe Kautheri thënë janë e njëjta gjë. E vërteta është që ato janë dy gjëra, mirë po midis tyre ka lidhje. Ato kanë lidhje me njëra tjetrën, mirë po kjo është një gjë. Pra, Kautheri është një gjë dhe haudi është një gjë tjetër. Edhe ndryshimi që ato kanë me njëra tjetrën mund ta shkurtojmë në 4 aspekte apo në 4 pika. E para është se Kautheri në argumentet e sunetit ka ardhur me kuptim, domethënë, që është lum, sikur se ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nahrun wa'adani Allahu azza wa jalla iyyah. Pra Kautheri, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, është një lum që Allahu ma ka premtuar. Edhe dihet që lumi është, domethënë, uji që rrjedh, ndërsa haudi, siç tham nga kuptimi i gjuhës arabe, është vendi ku mlidhet uji, pra po themi rezervuar. Po, edhe kjo është diçka që uji aty qëndron dhe nuk lëviz. Aspekti i dytë është se Kautheri është origjina e haudit, pra haudi prej Kautherit e ka ujin, prej Kautherit vjen, e ka burim, prej Kautherit buron. Sikur se ka ardhur në hadith të saktë që ka thënë profeti alayhi salatu wassalam për Kautherin, nahrun wa'adani Allahu iyyahu alayhi khairun kathir. Pra është lum që Allahu ma ka premtuar, në të ka mirësi të madhe, huwa haudun teridu alayhi ummati yawm al-qiyamah. Ky thot është haud, pra për Kautherin është haud, është vend që do të vi ummeti im ditën e Kiametit. Në hadith tjetër ka thënë alayhi khairun kathirun alayhi haud. Në të ka mirësi të madhe dhe në të apo dhe tek ai ka haud. Në hadithin tjetër ka thonë yashkhabu fihi mizabani min al-janna. Pra thot rrjedhin prej atij Kautherit, rrjedhin prej Kautherit ose rrjedhin tek haudi, thot dy mizaban. Kjo fjala mizab është vendi nga i cili rrjedh uji, kanale po themi. Pra kur është mizab quhet ajo që vjen, dy degëzime. Allah shpëlbeft. Okej, degëzime, kanale. Ky është kuptimi, domethënë. Fal që më janë dy xhenete. Këto dy xhenete janë prapë dy xhenete, Surja e Rahman. Allah shpëlbeft, që mos zgjat me se. Pra thot profeti alayhi salatu wassalam, pra dy degëzime po themi apo dy kanale, pra rrjedhin në të prej xhenetit, pra tek haudi prej xhenetit, dhe dihet që Kautheri është në xhenet, ndërsa haudi nuk është në xhenet, është në
tokën e Kiametit pra. E treta është, sikur se e përmenëm pak a shumë, që ato ndryshojnë në vend. Haudi pra është në tokën e Kiametit, kurse Kautheri ndodhet brenda në xhennet, pra është lumë në xhennet. Aspekti i katërt, ato ndryshojnë sepse Kautheri, sipas asaj që dim, është specifik për profetin alayhi salatu wassalam. Thot Allahu inna a'tainaka al-Kauthar, ne ta kemi dhënë ty Kautherin. Ndërsa Haudi sipas një transmetimi është që çdo profet ka haudin e tij, edhe për umetin e tij, do thonë mirëpo ky është një transmetim, ka thënë profeti li kulli nabiyin haud, pra çdo profet ka një haud. Dietarët kanë folë, disa e kanë bërë sakt, disa e kanë bërë të mirë, disa tjerë dobësojnë. Edhe Allahu e di më së miri, mirëpo kjo çështje është ndërtuar pikërisht me këtë hadith. Pra, më thonë se ndryshojnë që Kautheri thamë është specifik për profetin alayhi salatu wassalam, ndërsa haudi është diçka tjetër. Çështja e gjashtë, do të trajtojmë cilësitë e haudit të profetit alayhi salatu wassalam. Gjëja e parë është se haudi, pra uji i tij, është më i bardhë se bora dhe se qumshti. Pra është shumë i bardhë. Kjo është ajo që duam të themi, që uji i tij është shumë i bardhë. E dyta është që është më i ftohtë pra se akulli ose se bora. E treta është që aroma që ai ka është më e mirë se sa misku. E katërta është se shija e tij është më e ëmbël se sa mjalti. Ose sikur se thot një transmetim tek Imam Muslimi, thot më e ëmbël se sa mjalti me qumësht. Pra këto janë disa specifika ose specifikat e haudit profetit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu e pesta është se enët të cilët do të jenë në haud ku do të pinë besimtarët janë prej floriri dhe argjendi, dhe se ato janë shumë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam innaha ka'adadi nujumi as-sama. Thot ato janë si numri i yjeve që janë në qiell. Ose sikur se ka thënë aktharu min adadi nujumi as-sama, në një transmetim tjetër, më shumë se sa numri i yjeve që janë në qiell. E gjashtë është se haudi i profetit alayhi salatu wassalam pra buron prej xhenetit, sikur se e përmendëm më parë. E shtata është se ky haudi i profetit alayhi salatu wassalam është shumë i madh, është shumë i gjerë. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, haudi masiratu shahrin, pra haudi im është distancë ecje një muaj. Pra distancë e madhe. Se ka thonë tuluhu shahrun wa ardhuhu shahr. Pra gjatësia e tij është një muaj dhe gjerësia e tij është një muaj. E teta është se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë tuluhu ka'ardhihi wa anna zawayahu sawa. Pra nëse i bashkon këto që përmendëm, atëherë bëhet e qartë, më thonë, që profeti alayhi salatu wassalam po flet për një formë katrore, pra. Se ka thonë është i gjatë, pra gjatësi do të thonë distancë një mujore. Edhe gjerësi një mujore, ndërsa cepat i ka të drejtë, ka thonë. Edhe pse kanë bërë një lloj interpretimi të mëvonshmit që bëhet fjalë për formë rrumbullake, mirë po selefët të gjithë ose shumica e tyre thonë, ose të gjithë, po themi thonë që bëhet fjalë për formë katrore. Pra haudi i profetit alayhi salatu wassalam është katror, siç kuptohet domethënë nga hadithet. E nënta, ai i cili e pin prej tij, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, men shariba minhu shurbatan lam yadhma ba'da dhalika abadan. Kush pin prej tij
një herë të vetme, nuk do të ketë më etje kurrë, pasi të pi, domethënë. Dhe ka ardhur gjithashtu në Musnedin e Imam Ahmedit, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, lam yaswadda wajhuhu abadan, fytyra e tij nuk do të nxihet kurrë. Pra ai i cili pin nga haudi i profetit alaihi salatu wassalam. Çështja e 7 që trajtojmë, do të ketë disa persona të cilët do të distancohen prej haudit të profetit alaihi salatu wassalam. Pra në moment që do të shkojnë për të pirë në haudin e profetit alaihi salatu wassalam, do të largohen. Thamë që tek haudi i profetit alaihi salatu wassalam do të vi umeti i tij. Mirë po, argumentet kanë treguar që ka disa persona prej umetit të tij, kur të vinë, ato do të distancohen, do të kthehen. Dhe këto, sipas argumenteve, domethënë duket që janë 3 kategori. E para janë murtedët, pra ata cilët lanë fen pasi kishin hyrë në fe. Dhe kjo faktikisht ka ndodhur edhe në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, sikurse ishte rasti atyre, domethënë, të cilët mohuan zakatin, ose të tjerë, domethënë, të cilët mbas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam lanë fen dhe nuk u kthyen më, domethënë, në fe. Dhe argumentet tregojnë se kur të vinë disa popuj, domethënë, për të shkuar tek haudi i profetit alayhi salatu wassalam, do t'i kthejnë mbrapsht me lajket. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam do të ketë për atyre personave që do i dallojë. E do thot ashabi, pra shokët e mi, ose ato janë prej meje, pra prej umetit tim, ose do thot ummeti, edhe do t'i thënë profetit sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim al-qahqara. Ti thot nuk e di çka kanë bë mas teje, ato thot domethënë vazhduan në rritje, pra në dezertim të fesë, edhe u kthyn mrapa në kufër dhe në mohim, u kthyen pra në kufër dhe në mohim. Kategoria e dytë janë ata të cilët bëjnë bidat ose përhapin, pra shpifin në fenë e profetit alayhi salatu wassalam. Pra argument është pak a shumë e njëjtë si me të parën, i thënë me lajket, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, ti nuk e di se çfarë kanë bërë ato mas teje. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, suhqan liman baddala ba'di, pra larg ai që ka ndryshuar apo ka ndryshuar mas meja, apo ka thon liman ghayyara ba'di, ai që ka ndryshuar fen pas meje. Kategoria e tretë janë disa mëkatar, pra ka prej mëkatarëve të cilët nuk do të lejohet të pinë prej haudit profetit sallallahu alaihi wasallam, sikur se tregon profeti sallallahu alaihi wasallam hadith, innahu sayakunu alaykum umara ya'murunakum bima la yaf'alun faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yarid alayya al-haud. Thot do të vinë pas jush prijesa që do t'ju urdhërojnë me atë çka nuk e veprojnë. Kush jep të drejtë atyre, ose kush i ndihmon në padrejtësinë e tyre, nuk është prej meje dhe nuk jam prej tij, edhe nuk ka për të pirë prej haudit tim ditën e Kiametit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është hadith i saktë i cili e ka transmetuar një numër i konsiderueshëm prej sahabëve. Kjo tregon domethënë që për të rënë shkurt që ka gjunahqar, se këto që përmenden në hadith janë gjunafe. Pra ka gjunahqar, edhe pse nuk kanë ardhur domethënë specifikim. Po mirë, po ka gjunahqar të cilët domethënë nuk do të lejohen të pinë prej haudit të profetit alayhi salatu wassalam. Çështja e 8 ka disa prej
ti themi troç rafidit armiqtë fesë, armiqtë e sahabëve, më sakt, më konkret, të cilët argumentet e haudit, pra argumenti që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ato janë shokët e mi, e do t'i thot ti se di çka kanë bërë mas teje, e ke parasysh, e përdorin këtë argument për të thonë se kjo ka për qëllim pra muhaxhirët, ensarët, Abu Bekri, domethënë muhaxhirët dhe ensarët, kështu me radhë. Domethënë kundërpërgjigja ose përgjigja që i bëhet dyshimit tyre e para është se ky hadith që ju e merrni argument, domethënë për treguar se shokët e profetit alayhi salatu wassalam janë dezertues fesë. Ky hadith prej kujt ka ardhur? Prej shokëve të profetit. Përderisa ka ardhur prej shokëve të profetit, si e pranon ti transmetimin e një dezertori? Më thonë që këtu bie poshtë, më thonë dyshimi. Sidoqoftë, e dyta është që fjala e tyre tregon se sahabët po thojnë për një hadith ku fajsojnë veten e tyre. Edhe tash kjo është diçka një rob me logjik dhe me arsye nuk e bën. Do thonë edhe në këtë aspekt është diçka e largët për tu paramenduar që një person të dëshmoj për veten e tij me një hadith, pra të transmetoj një hadith që ky hadith, domethënë, që ka në dëm të këtij. Kështu që një interpretim i cili nuk është i fortë. Një përgjigje tjetër është që i themi se këto hadithe, pra profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka tregu për këto hadithe, pra për hadithet e haudit, ka tregu gjithashtu për numrin e personave të cilët do shkojnë në haudin e tij, dhe ka tregu ata që do jenë, domethënë një prej tyre i ka thënë ensarve, që ato do jenë pjesë e haudit të tij, pra inna maw'idakum haudi, hadithe tjera, ose ju do më takoni mu, thot, boni durim derisa të më takoni në haudin tim. Pra i ka thonë kujt? Shokëve të tij, ensarve, muhaxhirëve që ka pas, domethënë. Atëherë, përderisa i pranojmë këto hadithe, domethënë, përderisa e merrni për bazat e të parin, atëherë duhet merrni për bazë edhe këto të tjerat që profeti sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar muhaxhirëve dhe ensarve, që bëni durim derisa të më takoni mua në haudin tim. Ndërsa e fundit që mund t'i themi është se ju thoni e përdorni këtë hadith për t'treguar se shokët e profetit alayhi salatu wassalam, pra sipas këtij hadithi, se profeti alayhi salatu wassalam tha shokët e mi, sipas këtij hadithi thoni që shokët e profetit alayhi salatu wassalam i bie që qekën dezertor. Mirë po, në këtë aspekt themi që e ka përgjithësuar për gjithë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çfarë do të themi për Aliun, për Hasanin, për Husejnin, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre? Çfarë do thojnë ato? Ato padyshim do thënë jo, për këto ka përjashtim. Atëherë të njëjtën gjë i themi edhe ne. Edhe për këta të tjerët ka përjashtim. Nga hadithet të tjera domethënë që i përmendëm, se ato janë prej atyre që Allahu është i kënaqur prej tyre dhe kanë për të pi ujë në haudin e profetit alayhi salatu wassalam. Sidoqoftë, domethënë, çështja me to është se ato janë subhanallahu armiqt të Kuranit, Sunetit, edhe nuk bën dobi. Kjo është thjesht për të dalë, domethënë, të larë në sensin që e vërteta kjo është. Nuk do ta besosh çështje tjetër, ama e vërteta është kjo dhe nuk e lut topi. Alhamdulillah. Çështja e 9 është se hadithet e haudit ka në to mësim të madh për kapjen pas sunetit profetit alayhi salatu wassalam, për largimin nga bidatet, për qëndrimin fort mas veprave të mira,
pasi profeti sallallahu alaihi wasallam duhet kur thot suhqan liman baddala ba'di apo suhqan liman ghayyara ba'di, pra larg ai i cili ka ndryshuar fen apo ka bë bidate apo ka ndryshuar mbas meje. Muslimani qëndron fort te kjo fjalë e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe duhet marrim mësim për kësaj fjali që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Tash imagjinoje, drejtohesh për të shkuar në haudin e profetit, edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam larg nga ky person. Allahu na ruaj. Çështja e katërt është se, më falni, çështja e 10 është se disa persona e kanë mohuar apo e kanë kundërshtuar haudin e profetit alayhi salatu wassalam. Pra ka persona të cilët e kanë kundërshtuar apo e kanë mohu haudin e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo faktikisht është ka ndodh në qënë këtë sahabëve, po mirë po nga koha e fundit e tyre. Pra, nga koha e fundit e sahabëve, ka qenë prej tyne Ubejd ibn Ziyad, ka qenë i njohur, ka qenë një prej prizve të domethënë sundimit Emewi, ka qenë një prej prizve, domethënë nëse zgaboj ka qenë prijes i Irakut, dhe ka qenë nuk e ka pas pranu haudin e profetit alayhi salatu wassalam, edhe e kanë këshillu, ka ardhur domethënë argumentet se e kanë këshillu shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, po edhe të tjerë. Prej tyre është ai që ka përcjell Ebu Daudi, se Ebu Barza el-Aslami e ka pyet Ebu Ubejdullahi e ka pyet për haudin e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë, nëse ka dëgjuar diçka prej profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Ebu Barza ju përgjigj se nuk kam dëgjuar as një, as dy, as tre, as katër, as pesë, po kam dëgjuar shumë nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, më thonë që ta përmenin ose nga profeti sallallahu alaihi wasallam shumë transmetime, domethënë që ta përmenin haudin. Pra kuptimi është që transmetimet janë shumë për haudin, transmetimet për haudin e profetit sallallahu alaihi wasallam janë shumë. Edhe pastaj i tha Ebu Barza el-Aslami, i tha faman kadhaba bihi fala saqahu Allahu minhu. Edhe kush e përgënjeshtron, kush nuk e pranon haudin, mos i dhonte Allahu me pi prej tij. Edhe ne në këtë rast ashtu themi për çdo person që e mohon haudin, pra mos i dhonte Allahu me pi prej tij. Sidoqoftë, sahabët e kanë këshillu Ebu Ubejdullahin, Ubejdullah ibn Ziyadin, edhe ka ardhur në musnedin e Imam Ahmedit se ai është kthy, pastaj e ka pranuar, domethënë e ka pranuar haudin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ishte njoh, domethënë fillimisht për mohimin e kësaj. Dietarët kanë thonë që prej atyne që e mohojnë gjithashtu haudin janë Khawarijët edhe shumë prej Mu'tazilëve. Disa tjerë janë Kuranistët, pra dështojmë edhe këtë që janë Kuranistët, edhe mohimi që këto i kanë bërë haudit kthehet domethënë në dy pika, po themi, që e kanë formu këtë bindjen e tyre. E para është se ato mohojnë çdo gjë që del prej Kuranit, dhe ne thamë që haudi nuk, pra këto pak a shumë Kuranistët po dihen, po edhe këta tjerët. Edhe ne përmenëm që haudi nuk ka asnjë argument specifik në Kuran, ka vetëm në hadith. Po subhanallah, besimtari, pra nuk, ne kemi përmendur në mësimet më përpara, kriteri tek ehli sunneti është, më thonë, saktësimi. Përderisa saktësohet, nuk ka rëndësi në çfarë grade saktësohet, më thonë. Ato thonë jo vetëm në atë grad, pra mutawatir që kanë thonë është grada e pakundërshtueshme, grada më e lartë e sigurisë. Pra mirë po, nuk është kriter që ehli sunneti e njeh, sepse shumë prej haditheve të fesë nuk kanë ardhur në këtë grad. Mirë po, kanë ardhur në grad që saktësohen. E dyta është që i kanë dhënë përparësi logjikës
arsyes ndaj argumenteve dhe nuk do ndalemi shumë te kjo, po shkurtimisht disa prej tyre kanë shkuar deri aty sa kanë thonë, domethënë që kjo është diçka që se pranon arsyeja, nuk ka, po subhanallahu, po të mendosh për ngjarjet e ditës Kiametit, ka shumë gjëra që arsyeja mbasi nuk ti pranon. Megjithatë ne nuk hesim me këtë kriter. Ne hesim me kriter që përderisa saktësohet, pra tek ne kriteri është saktësimi dhe jo kuptimi, jo të na i kapin ne arsyeja, se ka shumë gjëra që mbasi arsyeja nuk na i kap. Çështja e 11 dhe e fundit është çfarë na këshillohet neve në aspekt me haudin e profetit. Ajo që duhet kemi parasysh për këtë aspekt ose për këtë, më thonë, çështje janë 4 gjëra që ne e pohojmë, e vërtetojmë, e besojmë, domethënë me besim të palëkundur që ky haud, pra besojmë çfarë ka ardhur në hadithe, pra se ai ekziston, besojmë ato përshkrimin e tij, besojmë cilësitë që ai ka, besojmë çfarë ndodh kur e pi, pra çdo gjë që na ka ardhur në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam ne i besojmë. E dyta, që ne duhet ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsojë të jemi prej atyre që do pim prej tij. Sikur se ka ardhur kjo një transmetim prej selefëve, ku thotë që mas çdo namazi kanë qenë disa, domethënë, të vjetrit, i kanë parë thotë të vjetrit në vendin tim, thotë që mas çdo namazi e lutin Allahun ti mundsote me qenë për atyre që do pinë prej haudit të profetit sallallahu alaihi wasallam. E treta, po themi të urrejmë ose të kritikojmë ose gjëra të tilla, domethënë ata të cilët e përgënjeshtrojnë, madje dua, sikur se e tham më lart, mos dhënë Allahu me pi për në moment që ti nuk e beson haudin, mos dhënë Allahu me pi prej haudit. Pra ata të cilët e përgënjeshtrojnë dhe nuk e besojnë haudin, sikur se duhet me i kritiku dhe me ja tregu të vërtetën sipas haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, pasi kjo është ndihmë për fen, po është edhe, ndihmë edhe mbrojtje për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. E katërta është që të mundohet njeriu me ibadet, pra edhe t'i bëj shkaqet të cilat e mundsojnë atë të jetë për atyre që do pi, domethënë prej haudit, pra që ta arrijë këtë mirësi, domethënë dhe të pi prej haudit profetit dhe mos ketë më etje, mos i nxjihet më fytyra pas asaj pirje. Dhe duhet ketë parasysh pra me u rujt dhe me u largu shkaqeve që të largojnë ty prej arritjes së kësaj mirësie, që shkaqet që pak a shumë i kemi përmend, po i përmendim dhe i herë e para është dezertimi. Vallahi o vëllezër, duhet ketë frikë njeriu që sot të jetë besimtar e nesër mund të mos jetë më besimtar. Kështu që duhet me lut Allahun shumë që të na majnë këtë besim. Jo vetëm kjo, po të bëj shkaqet të cilat e mbajnë atë në këtë fe, prej ibadetit, prej duas e kështu me radhë. Tjetra është duhet me pas frikë me bë sajesa dhe bidate në fe. Edhe duhet jetë robi i kujdesshëm që për çdo gjë të heci me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Vallahi, të hecesh me sunet është më mirë se sa shumë ibadet. Pak ibadet me sunet është më e mirë se shumë ibadet i cili nuk është në sunet profetit alayhi salatu wassalam. Pra mirësia më e madhe është që njeriu të jetë në sunet. Edhe nga fjalët më të bukura që ka thonë Ibn Qayyimi në një libër të tij që quhet Ijtima'u Juyush al-Islamiyya, ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam ka dy haude, thot. Një haud në këtë botë dhe një haud në botën tjetër. Haudi në këtë botë është suneti i tij. Kush pi prej haudit profetit sallallahu alaihi wasallam këtë dynja, ka për të pi prej haudit të tij në ditë Kiametit.
Dhe e fundit është me urrit prej gjunafeve, të cilat sikur se erdhin në argument, do të ketë prej atyne që janë gjunaqtar edhe do të largohen prej kësaj mirësie. Më mundu me u largu nga gjunahet, pra si shkak, domethënë, për të arritur te kjo mirësi e madhe që përmendëm. E për ta mbyll, e lusë Allahun që na mbaj nën sunetin e profetit alayhis salatu wassalam, të na ruaj mbi të gjithat, të na ruaj fen ton, besimin ton, të vdesim, të largohemi nga kjo botë besimtar, musliman, pasues profetit alayhis salatu wassalam, të na mundsoj ta pim haudin e tij në këtë botë, sunetin e tij pra, alayhis salatu wassalam, e të pim tek haudi i tij në ditën e Kiametit. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.